Partia Demokratike e Shqipërisë sot, jo në Europë, po nuk gjej një vend tjetër në botë, është e vetmja parti politike që e njëson veten me dhunë. Në Itali, në ditët e kaluara, e gjithë Italia është tronditur nga disa sulme të ngjashme, vandale, në Torino në fillim dhe në Milano për Olimpiadën e Cortinës. Ama e vërteta është që klasa politike, majtas djathtas Meloni, Schlein apo kush tjerë, i kanë dënuar të sulme. Ndërkohë që një parti politike, patjetër, po, përmenda dy partitë. Po gjithë spekti opozitar. Dhe shoqëria madje ka reaguar. Ndërkohë që këtu jemi në kushtet që një parti politike e organizon vetë gjën dhe madje i ripërtërit sot e ka një grup nga Mamurasi, nesër e ka një grup tjetër. Megjithatë, zoti Balla, ju e thatë vetë që është edhe policia duhet bëjt vetën për të parandaluar jo protestën, por për të parandaluar keqpërdorimin e protestës nga elementë cilët janë të nuk dua të bëj me faj policinë, dini pse? Jo, unë me faj nuk bëj policinë, unë të fajsoj një vullnet caktuar politik, zoti Balla, që e lejon këtë gjë të ndodhi, sepse në fund fare dikush mund të thotë për sa kohë dikush del dhe shfaqet profil dhunshëm në skenën politike shqiptare, sigurisht pala tjetër duket e keqja më e vogël. Tani thuash. Dhe në fakt kështu duket. Ne sot nuk e di më është, por kështu duket. Ne sot kishim seancën e kuvendit. Në kuvend ndodhe një të gjë. Vinë deputetët e Partisë Demokratike duke përdorur statusin e veçantë që ka deputeti, kryesisht zonjat antarët grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilat sjellin brenda në sallë fishek zjarr apo çfarë do të thotë kjo? Lëndë të tjera. Çfarë do të thotë kjo? Që do të thotë që në një farë mënyrë është edhe pamundur që ti të kontrollosh në një grup 100, 200, 300, 400, 500. Nuk ka garda punojnë se fermer? Jo, përsa i përket kontrollit kuvend tonë. Po, shko, bëhet një kontroll, po ai kontroll është deri në disa limite të cilat për fat ke shkelen nga ata që i sjellin. Tash nuk po hyj në këtë diskutim, sigurisht që aty ka i kontroll. Ka i kontroll në çanta. Ne smut imagjinatën, po. Po. A ka ndodhur në kuvend? Ka ndodhur, po edhe te çështja e kuvendit zoti Balla, prap un me thënë vërtetën dhe këtu e kam pyetjen për ju direkt, si kryetari i grupit parlamentar, si njeriu më i rëndësishëm në kuvend. Sigurisht pas kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit. Pak javë më parë u futët në një debat shumë të ashpër dhe të fortë me opozitën sa i përket bojkotit de facto që ato po i bënin në Komisionit të Reformës Territoriale. Dhe aty në një moment caktuar, jo në moment caktuar, por jo dhatë një ultimatum, që në rast se nuk do vini deri ditën e hënë në darkë, atëherë ne do ndryshojmë formulën ligjore, bile bëhet dorëzimi formal të kërkesës pranë Këshillit të Kuvendit për të ndryshuar formulën konsensuale. Dhe çfarë ndodhi atë të hënë pas dreke, ju dolët dhe thatë, dhe po ju citoj, ne nuk kemi bërë një ultimatum, po kemi bërë një kërkesë. Dhe më pas u tërhoqet nga kjo kërkesë, duke dhënë idenë që Partia Demokratike e pranoi. Pastaj pam zotin Boçi, i cili fillimisht tha që do shkojmë, pastaj doli zoti Berisha tha nuk do shkojmë, pastaj doli zoti Boçi tha nuk do shkojmë, pastaj dali zoti Berisha tha që jo do shkojmë. Në fund fare nuk e di ata erdhën apo jo. Por në perceptimin e përgjithshëm zoti Balla është që Partia Socialiste që ka marrë 83 mandate dhe votat e gati 50% shqiptarëve që kanë votuar në 11 maj të vitit 2025 sot de facto janë opozit. Ja, nuk është kështu. Ata që drejtojnë punët brenda vendit, dhe kur them këtë, politika ka influencën e saj, ata që influencojnë në jetën e kuvendit, ata që influencojnë në sjelljen e policisë, ata që influencojnë në sjelljen e organeve temi hetuese, janë ata që de jure janë opozita e vendit. Para të jemi të qartë, kuvendi po përmbush brenda atij kalendari të përcaktuar
pa asnjë vonesë. Ne sot që flasim Sokol, nuk kemi asnjë vonesë. Po informoj dhe publiku që vetëm në 3 seancat e para të këtij sesioni të ri pas festave të fundvitit janë miratuar 12 ligje që lidheshin drejt për drejti me piketa të ndërmjetme të bisedimeve me Bashkimin Evropian. Ka pasur një përpjekje nga opozita për të na penguar, për të na vonuar, po jo se nuk mund t'i kalojmë tani. Treni ecën. Sa i përket asaj që thoni ju, edhe reforma administrative territoriale, pas atij momenti, perceptimeve, opozita ka ardhur dhe ka rënë dakord për të ecur me kalendarin që është paraqitur nga zoti Mazniku si bashkëkryetar. Pra ky është fakt. Dhe bashkëkryetari nga ana e opozitës ka dhënë dakordsinë për të gjitha çështjet, për sekretarin dhe për të gjitha dhe për kalendarin. Një kalendar që për publikun, për të qenë komunikues sot, në muajin korrik, në gjysmën e dytë në muajin korrik, në Kuvendin e Shqipërisë, do të miratohet një projekt që do të sjellë ky komision, që ka për objekt të vetin një ndarje të re administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë.